Po ku jeni, si jeni, shpresoj të jeni të gjithë rumbullak, shëndosh e mirë me pak fjalë. Mirë se vini në një tjetër takim në ditarin tim në YouTube, Olti Curi TV është emri kanali, faleminderit gjithë atyre që po regjistrohen, edhe sot do të flasim... Të dhjefsha. Më falni. Edhe sot do të flasim për Big Brother Kosovën, çfarë po ndodh aty. Në qoftë se ju po mendoni se Fjolla, duke patur informacion se ka hyrë më vonë, do lidhej me disa persona të dashur nga publiku, jo. Ajo ka zgjedhur 2 persona në moshë, 2 artistë me karrierë të gjatë. Do të flasim për këtë. Do të flasim edhe për sherin e Klodianit dhe Londrimit, por jo mes tyre, por me 2 femra aty në brenda në shtëpi. Ka ardhur droni parë për Sasën. Do thoni ju kush është Sasa? Po pra drejt që e mori. Pikërisht për gjëra të çuditshme që po ndodhin Big Brother Kosova, do të flasim sot. Ja nisim me siglën tonë modeste. Vdes për këtë siglën modeste. Kështu pra, Big Brother VIP Kosova po vazhdon të eci dhe në qoftë se pristim që të ndodhte diçka e madhe, romantiko, erotiko, pornografiko e gjithë shka tjetër që mbaron me ike, nëse se kuptoni, u këthy e dolqa pra, u këthy e dolqa, Edi që qante, Edi që vishe me kostum, që priste, i grande fratello, me marrë dreqi grande fratello, që pësa të vi dolqa, dolqa erdi, por asgjë. Ëmbëlsira erdi, por Edi me sa duket, nuk ka oreks. A ose dolqa nuk është ëmbëlsira që Edi po priste. Diçka po ndodh, ne pristim më shumë. Ndërkohë që droni parë që ka ardhur për një personazh e cila pati një përballje në fillim fare me Labinotin, Rexhën, se është dhe Labinoti i gjatë dhe Labinoti i shkurtër, Rexha është ky i shkurtri, por aty filloi dhe mbaroi historia e saj duke përmendur nënën e saj me origjinë serbe. Është Sasa. Sasa pothuajse u harrua krejtësisht, sepse është një personazh shumë i ngjashëm me shkurtën, dhe shkurta duke qenë më shumë e TikTokut, më shumë e zhurmës, më shumë e komunikimit masiv me atë zërin e trash, ashtu duket sikur fitonte, pra luajnë të dyja në një kategori. Por çfarë ndodhi? Një dron që erdhi për herë të parë, sefte, bismillah, në Big Brother VIP Kosova, ai erdhi për Sasën. Nuk dihet se do i bëj punë ky droni Sasës apo jo, por duhet thënë se erdhi dhe ne prisim që të vinte droni për të tjerë, po ja që erdhi droni parë për Sasën. Si po shkon loja, jo të banorëve që hynë që në fillim, por jam duke ruajtur e duke gjuajtur çfarë po bën ajo Fjolla Morina. Sepse ne këtu do zbulojmë shumë gjëra. Fjolla bën apo hiqet? Bën? Jo, hiqet, e thash gabim. Fjolla bën vetë apo ashtu është? E thash më në fund. Fjolla i sulën në fillim shkurtës, sepse ka qenë jashtë, edhe ka parë që shkurta kishte një popularitet shumë të madh. Momenti kur shkurtës ju tha që nuk do dalësh nga Big Brother Kosova, por do shkosh në shtëpinë kapsul, ishte një moment viral, një moment me shumë shikueshmëri. Ajo shkoi në shtëpinë kapsul, ajo mori një perceptim nga vizitat e njerëzve që erdhën aty për ta parë në oborin e Klan Kosovës, se tha që kam shumë e popularizuar. Duart Rokitje, studio, dalje, mori një farë force. Pikërisht këtë Fjolla e ka parë nga ekrani dhe kur hyri brenda, duke parë dhe popularitetin e shkurtës brenda në TikTok edhe këto rrjetet sociale, sa atëherë personi që unë do merrem këtu është shkurta. Sepse dhe shkurta e njeh mirë popularitetin e Fjollës, që ka bërë every fucking thing e ka themeluar showbizin, drejt me thënë. Dakord? Për këtë. Në të mirë apo në të keq. Kështu që është sulur shkurtës, duke parë që shkurta e ka marrë çik me qef të punën, dhe ka një siguri që populariteti më the të thash. Fjolla mund bënte aleancë aty brenda me Lundrimin dhe Klodianin që janë me shumë popularitet. Benita është bërë me këngën e saj, e me sjelljen e saj, me pamjen e saj, shumë popularitet. Është Eliona e dashur, një vajzë 17 vjeçare, publiku e don, e klikon, e bën, e më the e të thash. Por jo, Fjolla mund të bënte aleancë me këtë donte, nga këto të rinë, nga këto që kanë fansa TikToku lart të poshtë apo këngëtar apo më the thash, por zgjodhi 2 persona në moshë dhe me karrierë. I bëri një dedikim shumë të veçantë Gerta Sakos, duke thënë që unë e kam rritur vajzat vetëm, pra e ka fjalën pa baba, pa përkrahje mashkullore, një lloj si ti, ishte në moment që u përlotën, tha të kam patur ikon që nga jashtë e gjëra të tilla si këto, duke shtrënguar një aleancë me Hygertën që nuk e dim sa do zgjasë, se janë brenda Big Brother,
por që filloi një aleancë mes tyre, njëkohësisht duke shfrytzuar njohjen që nga jashtë, ishte marrëdhënia e Fjollës me një tjetër artist që është Arditi. Arditi është një person shumë i njohur në qarqet artistike kosovare, me prindër artist, edhe ai vetë një këngëtar shumë stil, por nuk është nga ato me miliona followers apo shumë të persona viral të momentit. Sidoqoftë, Fjolla aleancën me Arditi nuk e ka vënë dyshim asnjëherë, duke treguar se ka një nuhatje për lojë dhe duke treguar se i ka bërë dy llogari, duke qenë se Big Brotheri është i debateve, është i artikulimit, është pra deri në finale, sepse në fund fare mund ta fitojë edhe njëri që ka artikuluar pak, ose s'ka artikuluar fare, është rasti i Drilonit, rasti i Gjestit, që janë simpatizuar nga publiku edhe për lojën e tyre pa bërë debate të mëdha. Por Fjolla thotë, më duhen këto dy aleat, sepse në moment që ulet te divani dhe ndodh prajmi me Laudinin, me Jonidën, me dy opinionistet, duhen njerëz të cilët dinë të flasin dhe bëjnë për vete publikun. Ndërkohë është Toni që po kërkon vendin e tij në lojë, duke kërkuar puthje, duke parë mos krijonte një histori, tha dhe londrimin gjë të tillë, dhe e gjeti me Benitën, por Benita ja preu shkurt. Jo vetëm që i tha unë i dua partnerin tjetër zotri, tani nuk e di zotrin kuptimin e sjelljes, zotrin kuptimin e moshës apo zotrin kuptimin e financave, por i dha një përgjigje Tonit, madje jo vetëm kaq, por e futi në friend zone duke e trajtuar si shok dhe një moment Toni priste me puthje në një gjë erotike nga një këngëtare që i kënon Bugatin e ndroj, por nuk vendosi pra Benita që t'i jap lokacionin Tonit. Shkurt, ai ja lypi lokacionin, nuk ja dha lokacionin, madje i tha dëgjova se fillim fare ka qenë kushtrimi që ma lujti nga pak. Pra jo vetëm që e futi në friend zone, po filloi t'i tregoj edhe meshkujt që e kanë pëlqyer atë. Kjo është deklarat cop, dhe me thënë shtyu vlla se s'ka gjë për ty. Kjo është historia e Tonit, i cili nuk po çan dot. E filloi me debate me Bian, Toni, pati debate me Bian, po çfarë debatesh mund të kesh me Bian, sepse me debati me Bian fillon në shqip, ndalon në italisht dhe përfundon në anglisht. Kështu që, do të thënë, dhe nuk kuptohet kush artikulon më mirë njëri se tjetri, pra sa do të debatosh me Bian, çështja e gjuhës ka një humbje në përkthim. Lost in Translation, ju kujtoj edhe një film të famshëm me këtë rast. E provoi edhe me londrimin, por ishte e pamundur. Kështu që Toni është ende duke kërkuar vendin e tij brenda shtëpisë. Arditi njëkohësisht është duke u përpjekur, edhe Arditi që gjej vendin e tij, përveç një marrëdhënie paqësore që ka me Fjolla Morin edhe një aleancë, ka folur shumë për muzikën, ka folur për familjen e tij, ka folur për gjithçka, dhe në moment që ne pristim që ai të fliste apo t'u drejtonte të paktën një këngëtari me emër ose me një zë të veçantë aty brenda, ai vendosi që të jetë pedagog muzike dhe të mësoj të këndoj kë. Po, ai është Mission Impossible. Po, ai bën detyra të pamundura. Ai ka marrë përsipër të mësoj të këndoj Albën. Po, pikërisht Albën. Ka thënë, do e bëj këngëtar Albën Arditi o s'ka, dhe për këtë meriton t'i heqim kapele. Të shohim si do shkoj kjo aventurë deri në fund, vetëm se Alba tregohet shumë e vëmendshme në leksionet e kantos. Por kur ke dëshirë të bësh këngëtar dhe ndjek leksion e kanto, e mira është të kesh dhe zë, vokal. Alba nuk e ka, por ka dëshirën e mirë. Okej? Nëse mund të bësh këngëtar me dëshirë, dëshirën e ka. Nëse duhet zë nuk kemi dhe ka treguar këtë. Kulmi debate, po presin tani këtë tjetër, Londrimin dhe Klodianin, por jo mes tyre djemt. Duket se në mes kanë hyrë vajzat, është Alba që çdo mëngjes ka vendosur ta lag Londrimin, jo në mënyrë erotike, por ta lag me ujë. Merr ujin dhe e lag dhe i ngren erva, deri tani nuk ka patur një konfrontim të madh. Konfrontime më madhe ka patur Klodiani me Bian, që duke luajtur brenda në banjo, Bia duke qenë një vajzë e pajisur me armë natyrore, me thojt deri këtu, 10 cm thoj, e ka qartë tek hunda dhe Klodiani u soll si kur u plagos në luftë. Po. Në qoftë se priteshin drona në oborin e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, ne menduam se për plagosjen apo për çarjen në hund nga thojt e Bias të Klodianit do të vinin helikopterat e ushtrisë, por nuk erdhën dhe ngjarja përfundoi aty.